Mirë mbrëma, miq, shok, vëllezër, dashamir kudo që jeni dhe kudo që jetoni. Përshëndetje nga unë Ramadan Reka prej Kopenhagës, Danimarkës. Do me thonë ju jeni në live-in e Ramadan Hamit Rekës, grupi Yjet në bashkëpunim me radio televizorin Yjet në Kopenhagë të Danimarkës me gazetarin medial, do me thonë gazetarin medial Agron Goni Shabani, i cili është një gazetar që ka punuar, do me thonë, para lufte edhe mas lufte, do me thonë, dhe gjithmonë ka kontribuar për kombin shqiptar dhe ky asnjëherë nuk do të shterët. Unë gjithmonë kam thënë nëse lume një det në të shterën, Agron Goni Shabani nuk shterët, por vetëm merr forcë, energji, potencial për të punuar për abdheun, për kombin dhe për gjithë shqiptarët kudo që janë. Kështu që nuk e harrojmë asnjëherë edhe motrën tonë, do me thonën, ajo është DJ-a e cila shkëlqen, ndriçon në për tokë, në për qiell, në për ajër dhe në për valët e radio televizorit Yjet dhe tek grupi im Ramadan Hamit Reka. E kjo motër, do me thënë, është motra e jonë, Mimoza, pa e harruar asnjëherë edhe moderatorën tjetër e cila, do me thonë, gjithmonë është në live-in tim dhe gjithmonë kujdeset për shkrimet, për bisedat që ka shkruaj njerëzit. Kjo është motra jonë, Sara, e cila është snajperistja, do me thonë, dikush që shkruan diçka që nuk i përshtatët grupit, atëherë kjo me njëherë e gjuan me snajper dhe e hudh nga live-i im, aty nuk i len, dhe me thonë, ta keq përdorin live-in tim, pa harruar asnjëherë edhe laun tim, moderatorin, do me thonë që është një moderator shumë i mirë, shumë i këndshëm, shumë i ëmbël, si nga fjalët, si nga vepra, si nga puna. E kjo është moderatori Azemi, edhe kjo është snajperist, edhe ky kush bën gabime në grup apo shkruan diçka që lëndon ndonjë aty nga grupi, ky shumë shpejt, do me thonë, e gjuan me snajperkë prej, do me thonë, live-it dhe e largon. Kështu ne pa harruar asnjëherë edhe motrën tonë, e cila është një motrë e mirë, do me thonë, e këndshme, ëmbël dhe ka respekt për çdo njeri dhe gjithmonë din